Faleminderit, kryesuese. Përshëndetje kolegë kombëtar. E kam kërgjë vështirë me bisedu, po mendoj me u deklaru, po patjetër. Unë jam këtu në këtë kuvend, dhe me thonë, pos Azizi që është më i vjetër se unë tu, unë atërvi me radhë. Dhe me anë, kur është më ndërtu ki kuvend, jam këtë asamblej. Unë ka vendosë me dhënë dorëheqje morale nga ky kuvend, tu i kërku falje elektoratit tim. Këtë dorëheqje po e bëj pa u konsultu me askën fare. Arsyeja e dorëheqjes është një aksident që ka ndodhur në fshatin e Shec, ku unë kam kërku aty shumë herë në këtë kuvend, para jush, që të vendosen vijet e bardha, të vendosen shenjat e komunikacionit. Fjala ime këtu nuk ka qu peshë kush e disa. Edhe plus ka qenë në drejtorinë e shërbimit publike, edhe një inspektor i ta quaj kështu i vozitjes, Hamit Hazeraj, që ka kërku shumë herë që në ato të krysh mu vendos shenjat e komunikacionit, sidomos shenja që duhet të jetë e shkollës për nxënës. Unë ju kërkoj falje edhe juve nëse ju kom lëndu ndonjëherë. E kam fjallën pa qëllim ato kur i kemi pas ato debatet politike po flas, personale asgjë s'kemi pas. Mos ma mberni këtë dorëheqje që e kum bë, që më ka thonë kush, as i tro. Vetëm po e një vetën si një akt moral me bë, si asamblejist i asaj pjese, që ja munduaj me i mbrojt ma shumë si shpirtin tem. Po aty pikrisht është edhe vendi ku ka ra heroj edhe Remzi, komandanti i parë i zonës së Partisë të Pashtrikut, po edhe unë vetë kam qenë aty, ku kam marrë edhe plak. Nuk kam pas dëshirën aty mo me pas viktim tjetër për pas neve aty. E si nxënësi imi, Geltian Shala, që i ka humbë dje është varros, unë atë e kam pas 10 vjetë aty në shkollë, prej moshës 5 vjeqare. Edhe ka kry në Shces 10 vjetë shkollën. Unë i kam dhënë mësim ati 4 vjetë. Ka kaluat rrugë, ndoshta 10 herë gjatë ditës. Andaj unë ma këto në këtë kuvend nuk mund ma të marrë fjallës se të mbroj interesat e qytetarëve, andej gavion. Ju falenderoj gjithëve për mirë kuptim që keni pas ndaj meje. Asgjë nuk ka, as nuk e din kryetari i partisë Fatmir Limaj, kryetari i nismës, as nuk e din kryetari i partisë Degan Prezident Zafir Berisha, as nuk e din antarët e familjes time, as nuk e din elektorati, po qëlloj kjo mbledhje dhe me thonë, ai dio vorros, sot na po e mbajmë këtë mbledhje, kjo mbledhje është e fundit për mua. Ju faleminderit gjithëve, ditën e mirë, kalofshi si është më së miri. Kalofshi mirë. Ju falenderoj për gjithë kontributin që e keni dhënë si autori kuvendit për shumë vite këtu në këtë kuvend, për qytetarët e komunës së Prizrenit, kështu që kontributi juaj e dim gjithë që ka qenë jashtëzakonisht i madh, ju faleminderit shumë. Mund që shorë mësë më që kish shërdo padisë. Atëherë mirë vetëm ta shohim a kemi quorum edhe po e vazhdojmë arsyeën e thirrjes së kësaj mbledhje, pra me vazhdimin e mbledhjes. Po atëherë të nderuar anëtar të kuvendit, përshëndetje për gjithë, i nderuar nënkryetar, të nderuar drejtor, i nderuar zëvendës kryesues, media, gjithë ju të pranishëm. Përshëndetje për gjithë, ashtu siç kemi njoftuar për sot kemi vazhdimin e mbledhjes së kuvendit pra të komunës të datës 29 maj 2025.
Po prezent jemi 22 antar, kështu që mund të vazhdojmë me këtë pikë. Me pikën e rendit të ditës, shqyrtimi dhe miratimi i projekt rregullores për varrimin dhe mirëmbajtjen e varrezave të reja të Prizrenit në Landovic. Pa humbur kohë, po e hap diskutimin për këtë pikë, nëse dëshironi ende dikush me marrë fjalën. Po Petrit Hoxhaj. Faleminderit kryesuese. Ne zakonisht e kemi diskutuar çështjen e varrezave, për shkak që do të jetë edhe forma se si do të jetë. Mirë, po nuk e kemi diskutuar edhe çështjen e varrezave për fëmijët. Do thotë kërkoj që ato ta kenë një parcel, do thotë në vete. Arsyeja është sepse nëse shkojmë në formën e rënditjes, atë një varri një fëmiu ndryshon prej një varrit një të madhit dhe do të prishet krejt forma ose struktura e varrezave, sepse një fëmijë me 2-3 vjet nëse ndron jetë, nuk mundet të ju bëhet një varr prej 2 metrash sa është. Kështu që kërkoj që të jetë një parcel e veçantë për fëmijët. Ndoshta Zoti nuk na sprovon askon këtë aspekt, mirë po ndryshon do thot procedura e varrimit tek fëmijët me të rriturit. Faleminderit. Faleminderit zotri Hoxhaj, Karanfil Haxhillari fjalën. Faleminderit kryesuese. Dorëheqja si akt moral e kolegut Shukri Çuni me të vërtet mu si shefi grupit më lap pa fjalë. Para se me kalun pikën e rendit ditës, bashkëndjem edhe ne fajin për atë aksident, pra nga një neglizhencë e komunës në këtë rast, e cila kushton me jetën e një të riu, me të vërtet në mënyrë direkte apo indirekte bëhemi bashkëfajtor në këtë aksident dhe e falenderoj për këtë akt madhor të kolegut tonë Shukri Çunaj, si dhe i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Shala, me shpresën që herave tjera kjo qeverisje do t'jetë më e kujdesshme, do t'i ketë parasysh gjitha vërejtjet cilët neve si kuvendar këtu i paraqesim, sepse nuk jenë dëshira ato vërejtjet tona dhe kërkesat tona, jenë kërkesat cilët ballafaqohen çdo ditë qytetarët e komunës Prizrenit, dhe në rast se nuk përfillen këto kërkesat tona, përfundojmë në këtë gjendje që kemi përfunduar. Tash po kaloj në pikën e rendit ditës. Neve pavarësisht vërejtjeve dhe kritikave tona të cilat i dhëm në mbledhjen e kaluar sa i përket kësaj rregullore, me premtimin e nënkryetarit ku doli që në këtë rregullore do të inkorporohen edhe kërkesa tjera si nga Bashkia Islame, po ashtu edhe nga neve kuvendarët. E lexova me vëmendje rregulloren e përmirësuar, po e quajnë thojzat të përmirësuar, sepse aty prap nuk sipas meje nuk ishte ndryshuar asgjë përveç se periudhës së informimit për varrim dhe disa anekseve të vogla, por substancialisht kjo rregullore mbetet e njëjta të cilët neve kishim kundërshtimet tona. Edhe njëherë po e cekve, neve nuk jemi kundër hapësirës së re të varrezave. Është shumë mirë që e kemi një hapësirë të re për shkak të kushteve që janë krijuar në varrezat e qytetit. Ne jemi kundër formës së menaxhimit të këtyre varrezave. Nga viti 2018 deri tani, derisa komuna ka pas buxhet për subvencionim të ceremonisë së varrimit për gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit pa dallim, pse të mos vazhdoj kjo njëjtë? Në qovë se një operator ekonomik i ka kry punimet në vitet e mëhershme 2014-2015, pse mos t'i paguhet ai dami apo ato punimet cilët i kanë bërë në atë zonë apo në atë pronë komunale dhe të vazhdohet me ndërmarrjen publike të ekoregionit, po e njëjta menaxhimi i varrimit që ka ndodhur në varrezat e qytetit deri sot. Pse duhet të kemi patjetër koncesionar?
derisa e kemi ndërmarrjen publike komunale, të cilët 64% të kësaj ndërmarrje publike i menaxhon komuna e Prizrenit. Po ashtu tjetra është planifikimi i varrimit. Prap nuk është hjek ajo rezervimi i pronës për varrim nga familjet. Pra duhet që një familje duhet të ble pronë, cilën pronën e komunës. Kush i merr ato pare i merr koncesionari. Prandaj, duke u bazuar në të gjitha këto, prap neve edhe kësaj radhe, si lëvizje vetëvendosje, propozojmë që ajo hapësirë e vorrezave të reja në Landovic është pronë e komunës së Prizrenit, në qovë se komuna i Prizrenit i ka borxh koncesionarit, ja paguaj atë borxh dhe të vazhdohet me ceremoninë e varrimit apo me menaxhimin e asaj pjese nga ndërmarrja publike e Korregjioni dhe jo nga kompanitë private, duke e menjanu edhe ndasit të cilat do t'i kemi të nesërmen. Ndasit, sepse në përfshatra do të vazhdoj varrimi me subvencionim të komunës, kurse qytetarët në këto varreza do të varrosen me pagesë. Prandaj jemi edhe kundër ndarjes në këtë rast qytetar, fshatar, po e them në thojza, dhe mos të krijojmë një praktikë dhe të kthehemi para vitit 2017, ku këtë praktikë të mirëfillt dhe humane të mbulimit të shpenzimeve për ceremoninë e varrimit që ka qenë shembull në gjithë territorin e Kosovës, mos ta rikthejmë prapë me pagesë. Prandaj, edhe na si lëvizje vetëvendosje për këtë rregullore jemi kundër. Faleminderit zotria Xhillari. Po nën kryetari fjalën e ka. Faleminderit kryesuese të nderuar anëtarë të kuvendit. Nuk kam rreth rregullores me shtu shumë, veç për me qartësu pak se Karanfili ose me qëllim po e ban ose nuk e ka kuptu rregulloren. Domethënë, se di inshallah nuk e ka kuptu. Domethënë kisha më qenë më i kënaqur se sa me bë me qëllim edhe me tentu këtu me bën një ndarje mes qytetarëve edhe fshatarëve në rastin e varrimit. E para besoj e ke lexu pikën 5.5, edhe e dyta e ke lexu pikën 10.3. Nëse këto dyja si ke kuptu, do të një jurist me t'i sqaru pak më mirë, përndryshe pagesën e kom thënë atë ditë, po e tham sot, po e ri përsëris, edhe e ki në dokument mbulimin e shpenzimeve për varrim në qytet dhe në fshatra e mbulon komuna e Prizrenit. Ashtu siç ka qenë deri sot. Tjetër se nuk kam shumë ato. Po patjetër, kanë fillporna. Pika 5.5 i nderuar nën kryetar thot: mbështetje financiare në klapa kur aplikohet. Pra, do më thonë, familjarët duhet të aplikojnë për të subvencionuar. Edhe unë ma shumë s'kam që thëmë. E për me kuptu, shumë mire kum të kuptu. Edhe para viteve 2017, se cila familje që ka apliku për subvencionim, i është imbursu dhe është subvencionu, për paret i ka marrë mos 1 vjetë apo 2 vjetë. Pra, për këthehemi në vitet 2017. Po nën kryetar urna. Edhe një replikë të shkurtë rreth kësaj çështje, nuk kanë më subvencionu qytetarët, por ku më pagu varreza te operatori. Pika 10.3 thot, për familjet me kushte të vështira ekonomike, presje. Komuna mbulon shpenzimet në bazë të varrimit nga fundet e subvencionimit. Gjithashtu, komuna përmes vendimeve të veçanta rregullon çështjen e mbulimit të shpenzimeve tjera, ngjashëm me praktikat e deritashme. Është nen. Po faleminderit, dikush tjetër, a dëshiron me marr fjalën? Këtu patëm një propozim edhe prej zotrit Hoxhaj për parcelën për fëmijë. E kisha lut
antarin prej institutit ose nënkryetarin, nëse ka ndonjë sqarim diçka për më bën ndarja, po për Përshëndetje, veç një sqarim do thotë të shkurtër për këtë, pra të parapa me dimenzionet në kuadër të planit përgjithshëm që dallojnë dimenzionet e të rriturve dhe dimenzionet për varrezat e fëmijëve dhe ato janë të renditura në të njëjtin vend për shtatën pra. Ndërsa për këto për pjesën tjetër do thotë është hequr ajo pjesa e parcelave private siç ka figuruar sepse ka qenë një gabim teknik aty i lëshuar. Ndryshe varrezat dhe dimensionet për të gjitha janë përcaktuara, edhe për fëmijë dhe kuptohet që ato do të kenë dimensione tjera. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër, po zotri Hodaj. Unë po du më bëj shumë korrekt, edhe më tregu që nuk e kam lexu rregulloren sepse këto email adresat tona zyrtare më shumë rrin bllokume se zhbllokume edhe sinqerisht nuk e kam marrë dhe nuk e kam lexuar. Mirë po një si obligim, pasi që jam njëri ndër ata që kërkova ditë me shty dhe me sqaru mos sqaru me rregulloren e re. Tani nuk është mirë bile që të çështja e varrimit, të çështja e ceremonive mortore, këqyrim edhe të favorizojmë koncesionara, kompania, dreçaj, dëbir, po këtu duhet me qenë shumë ndihshëm edhe në vendimet që i marrim. Pse duhet ma apliku një qytetar për të subvencionu, për të mbështet, për të pagu shpenzimet e varrimit, kur deri tash ka qenë një vendim i qartë. Janë mbulu shpenzimet e varrimit nga komuna e Prizrenit me vlerën që kemi përcaktuar, ka qenë 200 euro deri tash. Pse duhet ma apliku? Edhe po ju tham me plot kuptimin e fjalës që njerëzve kur kanë raste dhimbje se raste mortuare nuk ju bjen mend as me apliku, as me gjindat ai diqysh. Mbi tokë nuk jetë njeri i pavorosur, mirë po nuk është mirë me bën ndasi të tilla. Pse mund ta aplikoj ose duhet ta aplikoj? Duhet me hek atë klauzul. Po mbulohen shpenzimet e varrimit. Pik. Çështja e menaxhimit mandej sigurisht është mirë me qenë sepse ndërmarrja publike ajo është të gjithë njeve, edhe ma mirë është ajo mi menaxhu këto, mi kry këto punë që ka kryu djetash, sa me hap probleme tjera edhe me hap debate tjera rreth koncesionarëve, rreth shfrytëzuesve edhe të kësaj lamije të ndihshme. Kështu që sinqerisht po ju them kemi dilema. Kemi shumë dilema, derisa nuk kemi të qartë çka po votojmë. Faleminderit. Faleminderit zotri Hodaj. Po nënkryetarin andej edhe Levent Bush fjalë. Edhe njerë për mi heq dilemat që i ka Azizi. Jo nuk i kam veç unë, për mu s'os problem, i kanë shumica. Ti tha që kem lexu, ta tjerë që e kanë lexu e kanë atë. Ta besoj që e kanë qartësu edhe dilemën. Nuk aplikohet, për subvencionimi bëhet në praktikën që ka ndodhur deri sot. Po përmarrë dhe aty duhet me pas vendime pasuese, se ne po flasim për një dokument tjetër, për një rregullore që rregullon diçka tjetër. Vendimi për mbulim të shpenzimeve është vendim që e merr kryetari i komunës. Normal të bazohet në këtë rregullore edhe në rregulloren tjetër për subvencionet që kemi. Dhe më thonë se besoj që dikush tenton edhe menon këtu me këty një gjendje të më pashme kur përmendet i Krajefilit të panevojshme. Ndërkohë, sa i përket çështjes së menaxhimit të varrezave, ta kemi të qartë. Ekoregioni ka bën vetëm varrimin. Nuk i ka menaxhuar varrezat. Vetëm e ka kryer shërbimin e varrimit në pamundësi me kry dikush tjetër. Tash ne po flasim
për varreza të një periudhe 100 vjeçare. Një projektit që është punu me vite të tëra për me ardhë deri te kjo ditë. Kontrata me koncesionerin është e kryme, është e nënshkruar, na nuk mund këtu mbrapa. Edhe bëhet fjalë për investime, e kur regioni nuk mundet me investu, nuk mundet me ndërtu, nuk mundet me mirë mbajt. E kur regioni ka një profil tjetër të punës në qytetin tonë, edhe dihet se është ajo. Pavarësisht që në periudha të ndryshme e kemi ngarku edhe me këtë shërbim për shkak se s'kemi pas opsione tjera. Pra po flasim për një kompani e cila ka me bë mirëmbajtjen, investimet, varrimin në një hapësirë ku planifikohet me pas varrim për 100 vite të ardhshme. Domethënë nuk mundet të ekoregioni një kompani e pastrimit me bë kontratë për investime në një hapësirë të varreza ku parashihet edhe me dokumentat e planifikimit e ku besoj që edhe qyteti i Prizrenit edhe gjithë qytetarët e meritojnë me pas varreza të mirë mbajta dhe të mirë fjallta. Që kemi sot? Në çfarë gjendje? Domethënë shërbimi që kryhet sot është shërbim varrimi, nuk është shërbim mirë mbajtje. Pra ata kemi në gjendje të keqe. Kështu që ti kemi të qartë temat. Faleminderit nën kryetar, Levent Bush, mandej edhe Karanfil Haxhillari përsëri. Sayın Meclis Başkanı, Belediye Başkanımız, meclis üyeleri, müdürler, medya, Prizren halkı. İlk başta Şükrü Çün'ün aldığı kararı saygıyla karşılıyorum. O bölgeden geldiğinden dolayı ve bir öğretmen olarak da hem kendisi moral açısından da hem de tabii ki yaşanmış olan olayda da Şal ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bu tür durumlar tekrarlanmaz ama bu tür durumların tekrarlanmaması için önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Mezarlık konusunda düşüncem, çocukların bir yerde toplanması, bir yerde defnedilmesi bence yanlış olur. Çünkü bütün çocukların bir yerde defnedilmesi yani biraz ağır bir durum oluşacağını düşünüyorum ben. Bununla ilgili bir de artı okuduğumda yani sadece Müslüman, Katolik ve Ortodoksların değil diğer mensupların da ayrı ayrı son noktalarda okuduğum kadarıyla Bektaşi ve diğerlerinin de oraya farklı yazılması bence bu da biraz düşündürücü. Çünkü bilindiği üzerine burada mensup olan tabii ki diğer dini yevrelerin de mesela olması sıkıntı değil ama yani böyle sonra onun altında parça parça yani işte Bektaş'ta ya da Protestan'da ya da başka bir şeylerinde yapılması bence uygunsuz olur diye düşünüyorum ben. Bunu da biraz dikkate almamız gerektiğini ve ayrıca diller yasası gereğince orada yazılmamış, diller yasası gereğince her dilinde yazılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hukuksal olarak bunlar kanunumuzda var. Faleminderit zotri Bush, po Karanfil Haxhillari, pastaj Sevil Kazaz. Tani dol që unë thënë drejtën kum hinë e prokurim edhe kërkova kontratën, a ka ndonjë kontratë me koncesionarin, por nuk gjeta. Në këtë rast, nën kryetari thotë që kontrata është e nënshkruar dhe pyetja tjetër është çish mundemi na me votu një rregullore derisa nuk e kemi kontratën. A unë me sa kum kuptu që kontrata nënshkruhet pasi të kryhet rregulloria. Bëhet rregulloria dhe në bazë të rregullores përcaktohen kushtet të cilët koncesionari qysh në për disa nena edhe thuhet. Për këtu tash pas ka dhe kontratë të nënshkrume me koncesionarin dhe neve nuk e di pa e po kontratën qysh mundemi me marrë një vendim për me bëha edhe këtë rregullore. Sevilit, a japim nën kryetar fjalën me që ja përmenda emrin, po zonja Sevil, urna. Teşekkür ederim Sayın Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcımız, Belediye Başkan Yardımcımız, müdürler, meclis üyeleri.
medya mensupları, herkesi saygıyla selamlıyorum. Prizren şehrinin gerçekten yeni bir mezarlık alanına ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir projenin acil olarak hayata geçirilmesi gerekiyor. Fakat yönetmelikteki bazı maddelerin tekrardan ilgili din kurumlarıyla görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mezarlık hizmetleri dünyanın her yerinde olduğu gibi belediye kamu hizmeti olarak verilmektedir. Bu yüzden belediye himayesinde hizmet verilmesini talep etmekteyiz. Belediyenin tüm vatandaşlarının masraflarını karşılamasını talep ediyoruz. Yönetmelikte ailelere özel olarak parsel tahsis edilmesi maddesinin de kaldırılmasını talep ediyoruz. İlgili şirketin din kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olarak defin işlemlerini din kuruluşlarıyla birlikte merasimlere göre yerine getirmesini talep ediyoruz. Landovica mezarlığı şehrin yaklaşık 4 kilometre uzaklığında bulunuyor. Bunu da göz önünde bulundurursak ilgili şirket defin taşıma masraflarını ve aile yakınlarından herhangi bir ücret talep etmemesini ve bu maddelerin yönetmeliğe eklenmesini talep ediyoruz. Aslında bizim bu konuda diğer siyasi partiler gibi çekincelerimiz var. Son olarak mevcut şehir mezarlığının durumunu da göz önüne alarak ve yaptığımız bütün taleplere, şikayetlere rağmen belediyenin ilgili müdürlüğünün hiçbir önlem almaması da bizim bu konudaki endişelerimizi ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden yönetmenliğin bu halini oylamayacağımızı bildiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Faleminderit zonja Kazos. Punën kryetar. Sa I përket koncesionit të Karanfil, nuk mundesh me gjetë në zyret prokurimit, sepse kjo është bën 2017. Ka kalu me sistem PPP, partneritet publiko-privat. Është votuar në qeveri, domethënë ka shku me sistem të partneritetit publiko-privat dhe këto kontrata kalojnë në një kolegj të ndërministror. Nëse e njeh si funksionon kontrata e partneritetit publiko-privat, janë kontrata të mëdha që shkojnë në qeveri. Ministri I Financave udhëheq, edhe ministrat e linjës pastaj janë pjesë e panelit ku kjo votohet e ka një procedurë që më janë nisë që tash ja 2 vjet shkon. Domethënë si procedurë. Edhe sa I përket Bashkisë Islame, ndarjes parcelave, na dha ditë mi pajtu këtu, nuk ka ndarje për familjet kështu individualisht, por ka komunitet fetar që këtë punë ka të rregulluar me dokumente të brendshme. Në rastin e varrezave familjare e ka komuniteti katolik. Domethënë, ta keni parasysh që na I kemi konsultuar të gjithë. Edhe si terminologji e përbashkët, aty figuron dikun që të ata lejohet, po të rregulloret e brendshme të Bashkisë Islame, këto janë përcaktuar me qysh, edhe besoj që na, ashtu që kemi biseduar në seanca ditë, varrimin do ta bëjmë në bashkëpunim me komunitetet fetare. Sipas rregullave që ata I praktikojnë, sepse e kemi tash të futme edhe në rregullore, kështu që ju mundi me votu, mundi edhe mos me votu. Sa kohë që nuk e votoni, për aq kohë do të vënohet fillimi I punimeve për varrim në këtë hapësirë. Dhe ju e dini që varrezat aktuale janë në një gjendje të rëndë, nuk ka vende, e kemi njoftimin edhe zyrtar prej ekoregjionit që nuk ka mundësi me varros aty, dhe tash kjo puna është në dorën e juaj. Ato që kemi mujt mi përfshi, e që lejohen mu përfshi, jenë përfshi, ka dhe nëjë detaj nështë që s'ka mund të bëhet pjesë, ndërkohë ajo që tha Azizi aplikim, nuk ka aplikim. Terminologjia juridike e parashe aplikim edhe për pensionistat, edhe për personat me hapësi të kufizuar, pa ata nuk aplikojnë. Ka vendimarrje.
do të thonë si terminologji juridike çashtu shkruhet. Nëse ne ndrojmë, sepse rregulloria bazohet do dokumenta. Po për atë punë kemi në menin që merret një vendim i veçantë prej kryetarit komunës ose prej kuvendit komunal, se varësisht prej kompetencave. Kryetari ka do kompetenca në mbulumin e këtyre rasteve, do që si ka, i vjen kuvend. Për shkak është organ kolektiv me marrë vendime për kompetencat që si delegohen kryetarit komunës. Kështu që këtu ka shumë pak paqartësi nëse dojmë të kalu edhe me kry një punë mes përpara. Në fund të fundit, ky nuk kanë dokumenti pa ndryshuar, edhe nesër, edhe mas nesër. Çdo rregullore ndryshohet. Ju e dini se na vjen çdo vit rregulloria për tarifa. Çdo vit e ndryshojmë se lëviz, hec koha, lëvizin gjonat ndrohet rregulloria. Lëviz edhe këtu ndrohet edhe kjo. Domethënë përshtajnë organet kolektive mi ndru dokumentet, mi rregullu, mi plotësu, nëse kanë defekte në implementim, që na kemi me prunë shpejt në rregullore që kemi votu vjet, sepse beshojmë që në disa pika nuk po mund mi kry do punë. Qemal Krasniqi fjalën e ka, po. Faleminderit. Në thjesht dhe është avesh një pyetje me abonon kryetarit. Kryetari din më na treguan kush është ai koncesionisti me çfarë kontratën e keni nënshkruar? Edhe sa sipërfaqe ka hapësirë ajo pjesë e Varrezave? Dhe kush do të menaxhoj me tonat sipërfaqe për sa vjet, për 100 vjet? Me sta menaxhim dyqysh. Kaq. Me emër nuk e di përbesh, personin e një, po qysh që tash firma aty se di, kontrata 20 vjeçare, nuk është 100 vjeçare, Varrezat janë planifikuar për 100 vjet, kontrata është për 20 vjet me mundësi vazhdimi nëse eventualisht i plotëson kushtet edhe përmbush kontratën të cilën e ka kaluar në Komitetin Ndërministror për Partneritet Publiko-Privat. U kanë procesi gjatë, ka filluar kohën e Ramadan Mujës, shumë gjatë ka shkuar, ju e dini ai vend njëherë është shpronësu, edhe është marrë prej AKP-s, pastaj me një vendim gjykatës në kohën e kryetarit Askuka, është rikthyr prapë në pronësitë të AKP-s. Tani prapë na kemi nisë procedurën, e kemi rikthyr prapë në pronësitë të komunës, edhe i kemi paguar obligimet që kanë dalë për 10% e punëtorëve të AKP-s, edhe sot prona është pronë e definuar si titullar Komuna e Prizrenit. Domethënë, në aspektin legjislativ gjithçka ka përfundu, ndërkohë kontrata e PPP-s është kryer dikon besoj në 2017 nëse s'jam gabim. Tash mund me lut me mujat. Hapësira, sa hapësira? Po më duket është 58 hektar. 58 hektar. Faleminderit nën kryetar, Petrit Hoxhaj, po. Nën kryetar, shtash kjo thotë që është për 20 vjet. A llogaritet prej datës kur hin funksion apo prej datës kur është nënshkruajt? Se nëse i bjerë prej datës kur është nënshkruajt, i bjerë diku edhe 19 vjet me pas kontratë. Jo, kjo e në fuqi prej datës kur fillon mu implementu edhe mu përmbush kontrata. Se s'ka fillu mu përmbush. Faleminderit, a ka dikush tjetër? Atëherë, po ju falenderoj për kontributin që e dhatë në këtë pikë edhe sqarimet e morët nga nënkryetari. Vetëm ti numërojmë sa jemi prezent. 23 anëtar. Edhe njëherë, se nuk u deklarova për shkak dilemave, përkërkoj ndjes për ndërhyrin. Na e kemi ngrejt problemin e Varrezave vazhdimisht. Prej vitit 2013 atëherë, kur e thasha ditë kur ka qenë Hasan Hasani drejtor. Edhe prej atëherit Prizreni ka pas problem me vendin për Varreza. Ty pa këtë gjendje. Dhe të ditë që na në ndërkohë gjatë ecjes mandej mujmë me ndryshu dhe rregulloren, sigurisht që nuk do ta bllokojmë rregulloren. Faleminderit, zotëri Hoxhaj. Faleminderit. Prezent jemi 22 anëtar, jemi në votim të kësaj pike, kush është për që të miratohet kjo pike rendi ditës. Ju lutem ta mbani dorën lart derisa ti numërojmë. Sa jemi? 16.
16 për, pra prezent po e konstatoj edhe njerë që jemi 23, 16 për, kundër kush është? 2 kundër, abstenim? 1 abstenim, atëherë me 16 vota për, 2 kundër, 1 abstenim, miratohet kjo pikë e rendit të ditës. Ju falenderoj gjithëve dhe miru pafshim në seancën e radhës.